Kam vënë re që kohët e fundit jam bërë goxha neglizhente. Neglizhente në kuptimin që e shty çdo punë, mundohem se do ta bëj sot këtë, do ta bëj nesër këtë tjetrën dhe kështu përfundoj duke bërë pazare ditën e parë të Ramazanit. Kam dalë nxitimthi dhe shpejt po merrja gjëra që më duheshin. Atë ditë çdo punë e kam bërë me vrap dhe realisht nuk e kuptova se si më iku dita kur e nisa agjërimin dhe sa shpejt erdhi iftari. Dhe siç mund ta kuptoni, kjo video ka 4 ditë që është xhiruar, po hë këtë punë hë dhe atë tjetrën dhe tani radha që të editohet dhe të postohet kjo video. Marr kaq shumë mesazhe çdo ditë nga ju që të postoj më shpesh, të jem më shumë aktive, se ju pëlqejnë videot e mia dhe realisht jam shumë falenderuese. Ju falenderoj nga zemra të gjithë ju që pëlqeni dhe më ndiqni mua dhe videot e mia që unë bëj, por ja ndonjëherë kam të pamundur që të jem aq aktive dhe të postoj çdo ditë. Madje këtë ditë jam marrë goxha shumë edhe me mesazhet e vajzave që duan të regjistrohen për punë dhe jam shumë e lumtur për të gjitha vajzat që janë bashkuar ekipit tim. Dhe kam një njoftim shumë të rëndësishëm për të gjitha vajzat që janë të interesuar për punën, duan të regjistrohen por janë akoma shumë skeptike. Për të marrë më shumë informacione, ne me datën 28 shkurt kemi eventin madhështor në Tiranë dhe aty mund të merrni pjesë të gjitha ju që e keni akoma një pikpyetje në kokë nëse mund të vazhdoni apo jo. Hyrja për ju do jetë falas dhe ju pres të gjithave nëse doni të merrni pjesë, të më shkruani një mesazh në privat dhe unë t'ju regjistroj në listën e vajzave të ftuara. Dhe sado punë shtëpie që të kem, një orë duhet t'ja kushtoj patjetër edhe punës time, duhet të mbyll të gjitha porositë se ka vërtet shumë vajza që janë të interesuara rreth programit detox, pasi është shumë i përshtatshëm edhe për persona që agjërojnë, mund ta marrin fare lehtë edhe gjatë agjërimit. Dhe për klientët e tjera që tashmë e kam marrë dhe e kanë nisur programin detox, janë në javën e parë dhe kam parë ndryshimet e para. Unë i kam darë vazhdimisht në story rezultatet e tyre dhe disa prej tyre po a lë dhe këtu.